Nuk kanë qenë të pakta rastet kur njerëzit janë aksidentuar si pasojë e drejtimit të një monopatine apo të një motori elektrik apo të tilla mjeteve në rrugët e vendit tonë. Përdorimi i monopatinave edhe nga njerëz të cilët nuk i përkisnin moshës së duhur për ta drejtuar atë mjet, po shtohej gjithnjë më shumë dhe pavarësisht thirrjeve që bënte Policia e Shtetit, Policia Bashkiake, masave të ndërmarrës dhe mos pas ngjarjes së fundit që ndodhi kur 2 adoleshentë u aksidentuan e përpaksa nuk rrezikuan edhe jetën, duket se nuk pinuj nëse përdorim zhargonin. Kështu që Policia e Shtetit vendos, Ministria e Brendshme saktësisht vendos të ndërmarrë një hap më drastik, duke i ndaluar fare monopatinat të qarkullojnë në rrugët e vendit tonë. A është ky një veprim i drejtë, a është veprimi i duhur? Sot Policia e Shtetit ka ndaluar një sër drejtuesish të këtyre mjeteve, të cilët i kanë deklaruar asaj se nuk kanë patur informacionin e duhur të ndërmarrë së fundmi nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për këtë diskutojmë sot në studio, duke patur parasysh edhe pamjet filmike që regjia do të na mundsoj her pas here, pikërisht nga aksioni i policisë sot dhe nga reagimi i qytetarëve. Ali Zëri, specialisti i sektorit të analizës dhe edukimit rrugor në drejtorinë e policisë rrugore, ndodhet me mua në studio. Përshëndetje, mirë se vini, kënaqësi t'ju kem këtu, dhe Islam Shibini, ekspert i sigurisë rrugore. Është kënaqësi gjithmonë ta kem në panel, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Unë ju njoha në fakt edhe përgjatë edicionit lajmeve me kronikën që na tregonte se si shumica e njerëzve nuk e dinin, nuk e kishin këtë informacion, megjithatë besoj policia nga ana e vet i ka sqaruar sot të gjithë njerëzit teksa ka bërë ndalimet përkatëse. Pyetja e parë, pse u arrit në një vendimarrje të tillë? Kjo vendimarrje u arrit pasi duke parë shifrën e lartë të ngjarjeve rrugore ku janë përfshirë drejtuesit e këtyre lloj kategorie mjete, pra të monopatinave, ku mund të përmend se vetëm gjatë vitit 2024 janë rreth 991 raste ku janë paraqitur drejtues të monopatina pranë urgjencës mjekësore. Pra të gjitha kjo shifër shumë e lartë dhe kjo është e marrë nga urgjenca mjekësore dhe është lehtësisht e verifikueshme, ndërsa gjatë 6 mujorit të vitit 2025, duke parë trendin në rritje, janë rreth 563 raste për 6 mujorin. Pra, kuptohet që në krahasim me vitin kaluar me 6 mujor trendi është gjithmonë rritje. Dhe shtimi i pranisë të monopatina në rrugë ka ardhur gjithmonë numri tyre në lëvizje, pra në fluks ka ardhur gjithmonë duke u shtuar, pasi është parë nga përdoruesit e saj si një mjet para arritur shpejt apo për të mbaruar një punë sa më shpejt, po pa respektuar gjithmonë rregullat, duke kaluar në korsit e dedikuara që ka qenë për bicikleta, që janë për bicikleta aktualisht, por ata kalojnë në rrugët e automjeteve, pra kalojnë në Karaxhat ku lëvizin automjetet, ose kalojnë dhe në trotuare ku rrezikojnë këmbësorët dhe jetën e tyre. Pra, bëjnë lëvizje kaotike në rrugë, lëvizje të shrekutta, zigzake, siç parashikon dhe bëjnë burim aksidente, jo vetëm për vete, por edhe për tjetrin. Burim aksidenti, po edhe për vete. Po jo vetëm kaq, qëndrojnë dhe 2 veta në një monopatin për shembull, që është kelje apo jo? Që kjo është shumë e rëndë, jo 2 veta, po marrin edhe një fëmijë të vogël. Pra një çift marrin edhe një fëmijë që rrezikojnë të tre. Po kështu dhe rrezikojnë dhe jetën e përdoruesve të tjerë të rrugës. Është veprimi i duhur, ja se do flasim se që ta bëjmë çik më interaktive si bisedë. Ishte veprimi i duhur i ndërmarrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, duke patur parasysh që këto masat e aplikuara më herët nuk është se kishin rezultat, pra njerëzit vazhdonin t'i përdornin duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor monopatinat. Po nisu nga statistikat dhe nga qarkullimi kaotik që krijuan këto përdorues mjetesh, dhe problematikat që kanë sjellë në trafikun e Tiranës, ishte domosdoshme një marrje mase e tillë për t'i parandaluar aksidenteve akoma më të rënda për jetën dhe shëndetin e përdoruesve të tyre dhe përdoruesve të tjerë të rrugës. Por duhet patur parasysh që her pas here ekspertët e sigurisë rrugore këtë shqetësim e kanë ngritur, ka mbi 1 vit e gjysmë 2 vjet, që këto kanë qenë shqetësim për qarkullimin në vende ku ato nuk e kanë për të përcaktuar për të lëvizur. Se kemi drejtues monopatinash të cilët i shpërfillin rregullat e qarkullimit rrugor, duke qarkulluar mbi trotuar, duke qarkulluar në sensin e kundërt të lëvizjes së automjeteve, qarkullojnë me të kuqe në semafor, ose përdorin në vende jo të përshtatshme, ose bëjnë zigzake
duke mos zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor. Megjithatë është në ndryshimet e kodit rrugor që u bën 2023-shin, përcaktohet mjetet me pedal dhe monopatinat duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut djat, por në ekstremin e kufirit të korsisë së krahut djat. Duke parë problematikën aktuale në qytetin e Tiranës, sidomos qytetet ku shtimi i tyre është dukshëm dhe krijojnë një problematik për trafikun dhe për përdoruesit e tjerë të rrugës, ishte e domosdoshme marrja ndalimi këtyre, por duhet patjetër që përdoruesit e rrugës dhe opinioni publik duhet të njohin me një draft, duhet të njohin me një projekt udhëzim. Pra duhet ishin lajmëruar më herët qytetarët, pastaj të fillonte aksioni. Po, opinioni publik të njihej me udhëzimet, po ky udhëzim para se të miratohet, duhet patjetër të ndriqet mendimi i specialistëve, i drejtorisë së përgjithshme të transporteve, i autoritetit rrugor, ekspertëve të policisë rrugore, gjithashtu dhe ekspertëve të sigurisë rrugore. Me qëllim që ai udhëzim të gjejë zbatim dhe të ketë efekte ndurë për të paraluar aksidentet automobilistike. Po duhet jemi të qartë se këtu tek ndalimi i qarkullimit të tyre nuk është ndalimi i përhershëm, është ndalimi i përkohshëm i qarkullimit. Pra, brenda një periudhe të caktuara, do plotësohet një kuadër rregullator për mënyrat e lëvizjes së këtyre mjeteve në rrugë, ku duhet të kalojnë, cilat korsi duhet të ndjekin, në cilat zona, në cilat akset rrugore, kuptohet në qendrat urbane, gjithmonë qendrat urbane. Në hapësirat që janë dedikuara për këmbësor, në pedonale, në asnjë mënyrë nuk duhet të kalojnë. Pra gjithmonë do vendosen rregullat dhe duke u pasuar me ndryshime ligjore, po kështu dhe teknike. Çfarë masash duhet marrë një drejtues monopatine? Pra duhet të ketë kaskën, duhet limitin e shpejtësisë deri në 25 km/h. Se po kalojnë mbi 25 km/h nuk kemi bëjmë më me patinë elektrike apo monopatinë siç njihet në gjuhën e përditshme. Pra hyn në një kategori tjetër që këto hyn në kategorinë e ciklomotorëve, pra mbi 25 km/h kërkon një tag regjistrimi, kërkojnë një lejë drejtimi dhe pastaj duke kaluar nga 45 km/h edhe lart kërkohet një lejë drejtimi ndryshe që kërkohet A1, po kërkohet dhe vendosja, pra hyn te kategoria motorëve, vendosja e targave dhe gjithë dokumentacionet nevojshme. Po, para duke referuar kodit rrugor aktual, këto lloj mjetesh, monopatinat dhe skuterit nuk janë të përcaktuar në kategorinë e mjeteve. Të referuar në erin 47 kodit rrugor, këto ku bën pjesë mjetet me pedal, në fakt, këto hyn mjetet me pedal, hyn mjeteve me pedal dhe ciklomotorit. Kemi patjetër duhet të bëhet ndryshim në kodin rrugor që të kategorizohen si mjete. Po, ka një ndryshim të rregulloren e zbatim kodit rrugor. Pra, të rregulloria që ka dalë në erin 344 i VKM-s, që është ndryshuar në vitin 2021 dhe përcakton patinat elektrike. Pra, gjitha këto që janë me... Që duhet të qarkullojnë në krahun e djathtë. Duhet të qarkullojnë dhe vendosen rregulla.